Ka një sër faktorësh, domethënë, që ndikojnë në rezultatin final të një ekipi, duke filluar që nga infrastruktura, që nga buxheti për sezonin, që nga përbërja e lojtarëve, trajnerëve, domethënë ka një sër faktorësh që ndikojnë. Ne nga ana e lojtarëve kemi për detyrë, domethënë, që të vazhdojmë të stërvitemi më mirë, të rrisim kualitetin teknik, dhe më pas kur fillon sezoni, me ndihmën e trajnerit të jemi në një linjë taktike dhe normalisht edhe me kalimin e sezoneve, lojtarët e ri marrin më shumë eksperiencë edhe do jenë një ndihmë e shtuar për ekipin tonë dhe shpresojmë që me ndihmën e sponsorëve dhe Bashkinë e Durrësit që gjej rastin ta falenderoj, që ka qenë një shtesë ndihmëse për ekipin tonë dhe shpresojmë të vazhdojë që në mbështetja të jetë akoma në rritje. Shpresojmë që vitin e ardhshëm ne të arrijmë të mbledhim edhe lojtarë të mirë me eksperiencë vendor, po edhe pse jo të huaj, që të arrijmë dojmë atë hapin e ardhshëm, që të uta pse jo të rikthehet tek titulli kampion. Se jo, e shikon veten ende pjesë të këtij ekipi, pra brenda projekti që mund të ketë të uta sezonin e ardhshëm, ose ka ndonjë, le të themi, marrëveshje të hapur për momentin me ndonjë ekip tjetër?